njeriu duhet të ketë vepra të mira të cilat e bëjnë që të jetë i qëndrueshëm në momente të vështira. Andaj pejgamberi alayhis salam ka thonë, ibadeti në kohën e fitneve është sikurse hijreti tek unë. Ibadeti në kohën e fitneve është sikurse hijreti tek unë. Dietarët kur e kanë komentuar këtë hadith, kanë thonë se kuptohet në dy forma. Si mundet që ibadeti në fitne të jetë si hijreti tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Dietarët kanë thonë dy forma, ose e ka për qëllim shpërblimin, do me thonë ka shpërblim të madh, sikurse hijreti tek pejgamberi alayhis salam, ose komenti i dytë që është me rëndësi për këtë temë që e themi sot është se të mbron prej fitneve. Njashtu sikurse hijreti tek pejgamberi alayhis salam është mbrojtje prej fitneve, prej devijimeve kështu me radhë, po ashtu edhe ibadeti në kohën e fitneve është mbrojtje prej tyre. Për këtë shkak pra është e pëlqyeshme që, siç kanë thonë dietarët, shumë prej muslimanëve të parë, prej dietarëve, gjeneratave të para kanë thonë, kur ta shikosh se njerëzit po i shtojnë mëkatet ndaj Allahut subhanahu wa taala, ti shtoj veprat e mira ndaj tij. A sheh se njerëzit janë thelluar në mëkate, janë zhytur në mëkate, ti shtoj veprat ndaj Allahut subhanahu wa taala, shtoj veprat e mira ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo i ka dy dobi i ka. Kur njeriu pra i shton veprat e mira në kohën e fitneve, kjo i ka dy dobi. Dobia e parë është se e mbron vetveten e tij. E mbron vetveten e tij prej fitneve. Ndërsa dobia e dytë është se bëhet sebeb që ata t'i nxjerr prej fitneve. Bëhet sebeb që ata t'i nxjerr prej fitneve.